mësuar ata, ka arritur që ta bëj edhe me vajzën e saj. Ka 20 vjeç që Dorina Behluli ushqehet shpirtërisht dhe përmbushet përmes melodive të pianos. Ajo është e rritur mes notave muzikore, në një familje ku dashuria për artin dhe kulturën është kultivuar dhe trashëguar ndër breza. Fillimisht, unë që nga mosha 8 vjeçare, do më thonë nga klasa e 2, jam regjistru në shkollën e ult muzikës, këtu në Pej, në shkollën Halit Kasapulli. Dhe normal, unë e kam të trashëguar pasionin tim, është në familjen time, ka qenë hala ime, hala Nagi, që unë e përshëndes jashtëzakonisht shumë. Ajo ka qenë kitariste dhe ka qenë një ndër femrat e para në Kosovë si një kitariste dhe para shumë viteve ka punuar në një periudhë të caktuar edhe këtu në shkollë të muzikës në Pej. Mirë po, rrethanat, jeta e saj, ajo e bëri që të zhvendoset në Amerikë. Pastaj ka familjarët e nanës, është doja im. Doja përkundër profesionit që ka qenë kontabilist, ai edhe ka këndu. Unë pastaj jam regjistru në shkollë të muzikës dhe kjo piano ka qenë është kujtimi më i mirë, sepse me këtë piano, unë qysh e vogël, sa vajza ime, kam fillu me këtë piano dhe tash normal e kam zhvendos këtu në kursin tim, edhe pastaj kam qenë në shkollën e ult muzikës. Pasi që i kam përfundu 8 vjetë shkollën e ult, jam regjistru në shkollën e mesme të muzikës, këtu prapë në Pej, do më thonë në shkollën Halit Kasapulli. Është nëna e saj, ajo që e kam mbështetur dhe e shtyr përpara në rrugën drejt realizimit të ëndrrës së saj. Unë, si gjithë adoleshentët, në atë kohë, isha në dilemë që të vazhdojmë në gjimnazin shkencor, apo të vazhdojmë me piano. Sepse normalisht edhe në shkollë fillore kam qenë një nxënëse shëmbullore, por nana ime ka qenë ajo që më ka shty me vazhdu muzikën, me hi në instrumentin e pianos, me u marrë me muzikë. Mirë po, ajo është tregu shumë e kujdesshme, sepse ajo asnjëherë nuk e ka bë me imponim. Vetëm 2 ditë para lindjes së vajzës, ajo diplomua në Fakultetin e Muzikës, një moment i veçantë dhe plot krenari për të. Pasi e përfundova pjesën e parë të diplomës, unë ngela shtatzan. Të me thonë, edhe për mu nuk ka qenë as pak e lehtë, normalisht, si krejt vajzat, ato mendime, se çka ka me ndodh tash, do më thonë me mbet në gjys diplomimi, po unë nuk jam dorëzu në asnjë moment. Gjatë asaj periudhe të shtatzanis, unë e kam pas tash pjesën e 2 diplomës, unë jam pregadit edhe më shumë. Kam ushtru aq shumë, plus erdhen ato martesa, dasma, kam pas një dasëm madhështore. Dhe unë gjitha ato posynimi im ishte vetëm e përfundu pjesën e 2 diplomës, po falë Zotit që mu ma ka e shëndetin, se ne e dim çdo të thotë një nanë shtatzan, me i përjetu gjitha ato, po e kam pas shëndetin, vullnetin, gjitha ato edhe me të vërtet kam ushtru shumë. Unë me datën 23 janar, po flasim para 7 viteve, se tash vajza vetëm i ka 7 vjetë, unë kam diplomu me 23 janar, dhe me 25 janar unë e kam sjell në jetë vajzën. Do me thonë pas 2 dite, edhe ka qenë ftohtë, ka qenë borë, do me thonë unë e di çfarë mundi e kom pas, me udhëtu Pej, Prishtinë, me u konsultu para diplomimit, po unë kom arrit me ja dalë mënyrën më të mirë. Edhe vajza e saj po rritet me dashuri për muzikën, duke shkuar drejt hapave të nënës. Do me thonë gjatë gjithë shtatzanisë time, unë kam ushtru piano. Edhe normalisht ndikon edhe ajo,
edhe pse ndoshta kam qenë ndonjëherë pak e stresuar, po sepse normalisht kemi punë me publik, me gjitha ato, po në anën tjetër, unë kam pas një kënaqësi jashtëzakonisht madhe që unë po mundem me ushtru, do më thonë me një krijesë në bark, sepse është shumë vështirë, mirë po unë ja kam dalë. Edhe mendoj që po, ka ndiku edhe tek vajza ime kjo. Tash vajza është vetëm klasën e parë, edhe ka fillu tash që 2-3 muaj vetëm kemi fillu me vajzën, sepse nuk kam dëshirë edhe me ngarku shumë, i ka ende është klasa e parë, është fillimi, edhe kështu që nuk kam dëshirë fillim shumë me ngarku, po nga dalë kemi fillu me mësu, po e shoh që po i pëlqen shumë, edhe ka shumë talent. Sa orë ki dëshirë me lu piano? Kam dëshirë me luj piano çdo ditë. Normalisht ndihem shumë mirë, edhe pse është ende fillimi, po unë tash para 10 ditëve kam pas një koncert me gjithë nxënësit e mi, po ashtu edhe vajza ime ka lujt, ka interpretu një pjesë të shkurt, edhe po ashtu i kemi pas në një duet bashk, kemi lujt, edhe unë me të vërtet jam ndjek shumë krenare, jo vetëm unë, po edhe bashkëshorti im. Krahas profesionit, Dorina mbetet një nënë e përkushtuar, duke balancuar familjen dhe karrierën me dashurinë e pandashme për muzikën.